shikues të në Zoom, tash është koha, me qenë se jemi këtu në kryeqytet në Shesh, po du me ju të regu një storje që ka të bëj me muajin e shenjtë të Ramazanit, akoma është e do tjetë edhe për disa ditë, duke shfrytzuar rastin që të gjithë agjëruesve të ju urojmë agjërim të lehtë dhe do Zoti ju pranojnë lutjet. Çka unë do doja me ju të regu tani është se si pritet iftari në një prej restoranteve më të njohura në kryeqytet. Iftari në ambiente të bukur është një përvojë e paharrueshme, sidomos kur bashkohet me ushqimin e shijshëm. Fiks një kombinim ideal sigurisht kur afër i kemi njerëzit e dashur. Ky Ramazan këtë vit është karakterizuar me një numër jashtëzakonisht të madh të personave që agjërojnë, duke bërë kështu që restorantet të kenë një punë intensive për iftar. Gjithçka ishte gati, edhe një ditë e zakonshme pune në restorant Metropol. Iftari përgatitej me shumë delikatesë e gjërat e rënditura deri në detajin e fundit. Sa mrekullueshme kjo ndjenjë që të gatuash për stomakun e shumë personave. Për të krijuar një meny të shijshme dhe tërheqëse për një restorant, duhet të mendosh për një kombinim të ushqimeve të freskëta, të shijshme e që pasqyrojnë identitetin e biznesit tuaj. Pas nisjes për përgatitjen e iftarit, radha erdhi sallatave të freskëta, që në tavolinë servohen para pjatës kryesore. Mishi filloi të përgatitej, ishte i freskët që lumë kush e provoi. I gatuar me aq kujdes dhe tavolinat morën formën e duhur, fiksi në kohët antike kur mysafiri ishte mbret e vlerësoi deri në maksimum. Stafi i zellshëm filloi me servimin e ushqimeve të freskëta nëpër pjata. Agjëruesit nisën të vinë dhe mezi prisnin kohën e iftarit për të shijuar të gjitha ushqimet që restoranti i kishte përgatitur. Tek dera i priste një vajzë me një listë në dorë, natyrisht për rezervime, në mënyrë që secili person të ulej në vend të duhur. Dhe erdhi momenti shumë pritur, supat si pjatë e parë u servua në tavolinë. Përveç saj, klientët u shërbyen edhe me paragjella, brusketa dhe copa të vogla të bukës. Për shije nuk ka fjalë. Ju lëm në shoqëri të disa momenteve të këtij iftari. Edhe për Zoom, stafi kishte përgatitur pjatën kryesore. Ndeja e këndshme vazhdoi edhe për kafe e ëmbëlsirë. Deri në takimin tjetër, bashkë mirupafshim.